Qa menimi ke për Jezu, thot Krishtin? Për Isajin a.s. Qëfar mendimi do të kemon? Është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Allahut lartësuar. Është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Është krijesë. Allahu i lartësuar e përmend shembullin e Isait, Jezusit në Kur'an, është si shembulli i Ademit. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isait, pra Jezusit tek Allahu, është si shembulli i Ademit. E krijoi atë prej dheu dhe i tha bëhu dhe ai u bë. Pra imagjinoj Zoti i gjithësisë se krijoi Ademin a.s. prej dheu, prej balte, pa baba dhe pa nën. Ndërsa Isain, Jezusin, e krijoi me nën dhe pa baba. Dhe për Zotin e gjithësisë nuk është asgjë e vështirë. Isai a.s. nuk është kryqëzuar, nuk është vrarë, ai është gjallë. Ber rafa'ahu Allahu ilej, atë e ka ngritur Allahu i lartësuar tek ai. Isai a.s. do të zbresë në kohën e fundit. Kështu na mëson Kur'ani, kështu na mëson profeti a.s. në hadithe. Dhe ne Isain, Jezusin a.s. e besojmë si rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Isai a.s. i ftoi njerëzit që ta adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Mos t'i bëjnë atij shok në adhurim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Allahu i lartësuar tregon në Kur'an se Isai, Jezusi, pra thot, nuk u thash atyre vetëm sa atë gjë që më urdhërove për të. Adhuroni Zotin tim dhe Zotin tuaj. Pra me adhuru Allahun e lartësuar. Isai, Jezusi, erdhi si përgëzues për ardhjen e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an, ku thot, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmed, dhe kam ardhur si një përgëzues për ardhjen e një profeti i cili vjen pas meje, i cili quhet Ahmed, pra njëri ndër emrat e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ne si musliman e besojmë Isain a.s. si rob i Zotit dhe i dërguar i tij, dhe normal, përderisa ai ka ardhur edhe si përgëzues për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ftojmë çdo njërin që ta besoj profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, dhe duke besuar dhe pasuar Muhammedin a.s. pra njëkohësisht i beson gjithë profetët para tij, pra nuk e humbet Jezusin. Ky është besimi i çdo muslimani mbi sipërfaqen e dheut.